Përshëndetje të dashur shokë dhe miq. Arsyeja që kemi ardhur këtu, kemi ardhur. Do shitet kjo shtëpia private, e cila ka një sipërfaqe toke trull, 450 metra katror, çdo gjë me dokumenta. Investimi juaj për 118.000 euro nuk ka më mirë, vetëm euro fal. Sot është momenti që ti duhet blesh një shtëpi private në spital. Kjo shtëpia ka garazhin, është e organizuar në 3 dhoma gjumi, një kuzhinë modhe, banjo dhe një verandë. Tani, 118.000 euro, në rast se ti apo miku jot doni një shtëpi private në spital, pra jemi rreth qendrës, ja 200-300 metra, është momenti i 118.000 euro, t'jesh pronari i kësaj shtëpie. Hajde doktor Gjoni t'i ujmë sy kësaj. Kjo është veranda. Shemove. Hajde urdhëro. Ky është korridori që shpërndan dhomat lidhëse. Gjithë të dhomat e gjumit, pa janë dhomat mëdha, ja? Noja vërtet. Dhe kjo do shitet kështu si qosh. Urdhëro ke dhoma tjetër. Dhoma dytë, 118.000 euro sot kushton një apartament 1+1. Urdhëroni. Banjo. Kemi dhomën e 3. Të vjen dhomën këto kalamajve përsëri. Po këtu. Tash këtu është pjesa e kuzhinës që do shitet gjithë kështu si qosh. E rëndëluar. 118.000 euro. Merë 5.000 euro në vete. Hajde, shikojmë pronën dhe direkt jemi për dokumenta, për noter. Me pamje nga noteri do jetë kjo shtëpia këtu. Me 125 metra katror. Çdo gjë me dokumenta. Investoj sigurt.